Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë, në Prishtinë, do të flasim për situatën politike, por edhe jo vetëm. Ditën e sotme zhvillohet seanca e 18 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Gjithsesi, Tymi Bardh duket ende larg, por për të folur për atë që ndodh pas skene, kemi të ftuar zotin Selatin Redkoceri, njohës mjaftimisht zhvillimeve politike dhe ekonomike. Zoti Redkoceri, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Po hyn qeshori, po vjen dal nga dal, por qeverinë e re ende s'po e shohim në horizont. Pra, si që thatë edhe ju në paralajmërim, sot mbohet seanca e 18, apo mund të them seriali i ri i përsëritjeve të ngjajshme që vërtet janë bërë bajate dhe janë bërë të padurueshme këtu për popullatën edhe për të gjithë ne që me presim të konstituohet kuvendi, formohet qeveria dhe tecë Kosova e stagnuar për shumë kohë, sepse vetëm me këtë stagnim që po i ndodh Kosovës rrezikojmë të humbim fondet konsideruara nga Bashkimi Evropian, pa i llogaritur edhe fondet tjera të cilat veç tani i kemi humbur. Fondet e IPA-s, si që dim, janë të parapara dikon rreth 2 miliard, pak më shumë se 2 miliard euro, fondet e përgjithshme, por vetëm Kosovës nga ai fond pritet apo mendohet t'i takojnë rreth 900 milion euro. Dhe e dim që këto fonde pa konstituim kuvendit, pa miratim nga kuvendi, sigurisht se nuk do të kenë mundësi të përfitohen. Andaj, mendoj që një papërgjithësi e tillë e të gjithë legjislaturës apo kuvendarëve që janë zgjedhur, posaçërisht lëvizjes vetëvendosje, e cila ka 48 deputet, vërtet nuk i lejohet të ndodhë Kosovës të varfër, e cila po përpilitet apo po ka vështirësi të mëdha në të gjitha sferat, në arsim, në ligje, në ekonomi, në infrastrukturë, pra gjithçka që çon drejt zhvillimit Kosova ka ngecje. Nëse tani i përmendim edhe ato fonde të cilat veç e kemi humbur nga vendimet e Trumpit, USAID-in për shembull, që Kosova afërsisht për çdo vit ka fituar nga 500 milion euro, edhe MCC-ja, gjithashtu një buxhet i garantuar prej 202 milion euro që kanë qenë parapara për energji. Edhe 900 milion shit, domethënë mbi 1 miliard e 500 milion llogaritet Kosova e varfër të humb vetëm nga këto zvarritje, të cilat në mënyrë të pa arsyeshme dhe të pa kuptuar nga populli po ndodhin me kuvendin e Kosovës. Ju po thoni që kurti nuk po ngjen, nuk po reflekton atë përgjegjësinë që populli i ka dhënë për shumicën për ta zgjidhur, këtë problem, por vazhdon të ngulmoj, nuk dim çfarë përveç kohës, çfarë po tenton që të përfitoj tjetër, se që po tenton të përfitoj kohë, tani e kuptoj i madh e i vogël, mas 3 seancave të para. Po tani çfarë po tenton? Ne kemi paralajmëruar edhe shumë herët se kurti ka dalë i pakënaqur me rezultatin e zgjedhjeve, edhe sigurisht nuk ka i kënaqur me formim qeverisë, qoftë me dy partitë, partinë e dytë dhe partinë e tretë ai nuk do të formoj. Me parti tjera të vogla, me aleancën sigurisht se nuk do ta formoj fare, edhe me nismën i ka dështuar. Dhe tani ai tenton të bëj zvarritje, siç kemi thënë, për të shkuar jo në zgjedhjet jashtëzakonshme. Ai don zgjedhjet e përgjithshme bashkë me zgjedhjet lokale, sepse nga aty dëshiron të përfitoj edhe pushtetin lokal në disa komuna. Apo ta kthejë në referendum. Po në një farë mënyrë don referendum, edhe donë që ta merë edhe pushtetin lokal, edhe pushtetin qendror, gjë që pas krejt këtyre lëvizje, pas krejt këtyre dështimeve, unë shpresoj edhe mendoj
edhe llogaris që Albini do të ketë një rënje edhe sot po të mbohen zgjedhjet nesër. Albini Spaku do të ketë një rënje prej 7 deri në 10%, sepse popullata tani më veç e ka po se Albini është i pa denj, është i pa zoti, të udhëheq qeverin drejt integrimeve euroatlantike, por edhe drejt zhvillimit ekonomik, arsimor, shëndetësor, apo ma mirë më thënë, krejt këtu ngecje të cilat nga kanë ndodhur për këto 4 vite janë pasoj e qeverisjes autoritare të Albin Kurtit edhe pa aftësisë së tij personale, por edhe të qeverisë tij dop, që s'ka pas mundësi të jetë më e dop se kjo që e lam për këto 4 vite pas. Zotërit Koceri, po fuqia e presidentes dhe ku shkon përveç asaj truezës që pam edhe fotos? Presidentja nuk ka ndonjë fuqi, ajo kalkulon vetëm në votat e veta, ajo mendon gjithçka që ajo llogarit rreth vetes saj. Ajo fare nuk i intereson gjendja çfarë është në Kosovë. Ajo 3 vite ka hesh, 3 vite ka qenë një lloj notere e kryeministrit, nuk ka bërë asnjë veprim përveç diplomacisë apo politikave të jashtme, ka bërë diçka, nuk mund të jemi mos njëljës, por tani për këto momente presidentja fare nuk është e interesuar se çfarë po ndodh me vendin, sepse për ndryshe edhe ai takim formal që u mbajt me 3 partit, me LDK-n, PDK-n edhe Aleancën, ishte vetëm një takim në farë mënyre për t'ja përmbushur një ego të Albin Kurtit, për ndryshe s'ka pas asnjë qëllim që të vjen deri te një bashkërendim apo që të bëhet diçka, të formohet kuvendi e pastaj të formohet edhe qeveria, sepse po të doj kryeministri sot në mbledhjen e radhës që e ka të 18-ën e zhbllokon, por nuk është i interesuar sepse nuk i ka votat për ta formuar qeverinë, kështu që don ta djeg Albulin Haxhiun apo ta djeg kuvendin e asesi ta djeg vetveten apo ta sheh popullata se Albini veç e ka humbur fuqinë që dikur e kishte. Kushtetuesja si mund ndërhyjë këtu? Kush duhet ta marrë hapin për ta çuar atje? Këtu duhet një numër i deputetëve që ka bërë diçka Aleanca, ka dërguar një kërkesë për ta zhbllokuar. Kushtetuesja ka mundësi që të zhbllokoj situatën, të krijoj një komentim, të bëj një komentim të kushtetutës, e cila lën kohë dhe hapësira, sepse askush në Kosovë kur është themelu kushtetuta nuk ka llogarit se mund të vjen te një bllokadë e tillë edhe gjithçka nuk është para po. Por megjithatë kushtetuesja e cila në këto momente e ka një antar mangu, edhe ajo nuk mund merr vendime, sepse kuvendi nuk e ka emëruar një kandidat në mungesë dhe në këtë rast edhe kushtetuesja është handicap. Domethënë Kurti që ka pasaqen i sigurt kur e ka nis këtë rrugë që s'ka krye. Po, gjithçka i bën programon dhe gjithçka e bën me qëllim bile për shohim që fare nuk i intereson gjendja, fare nuk i intereson se ku gjendet Kosova, fare nuk o ka intereson se në çfarë gjendje është popullata. Jemi në gjendje të mjeruar kur Kosova më keq nuk i ka pas punë në gjitha aspektet. Arsimin e kemi të katandisur, shëndetësinë nuk kemi, infrastruktura është e shkatruar, asgjë, ekonomia mos të flasim, inflacioni është galopant, asgjë nuk është duke shkuar mirë, sepse këtë tani edhe ka qeveri ilegale, mund të them, se kjo qeveri që është e instaluar për momentin, as nuk ka qeveri në dorëheqje, as nuk ka qeveri në shkurje, as nuk ka qeveri faktike, sepse ata nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në qeveri në momentin kur jep betim për deputet të shkelje direkte e kushtetutës që një deputet
njëjtën kohë të jetë ushtrues detyre apo të qëndrojnë në zyrat e kryeministrit apo të ministrave. Domthonë është duke u shkel kushtetuta, sepse ky kryeministër është dashur në momentin që ka dhënë betimin në kuvend, është dashur patjetër që të tërhiqet nga qeveria dhe ta lënë ushtrues detyre në kryes të detyrave derisa të konstituohet qeveria re. Njëjtë ndodh edhe me ministra të tjerë që kanë qenë listë dhe kanë fitu deputet, dhe mund të themi se gjysma e ministrave të cilët janë deputet, apo më shumë se gjysma janë në shkelje kushtetuese dhe gjitha vendimet që i merr kjo qeveri janë vendime ilegale, janë vendime antikushtetuese dhe në kushte të rregullta nuk do duhet të zbatoheshin apo të përpiqet të fillonin të japin efekte juridike sepse janë ardhur nga një qeveri e cila faktikisht është në shkelje kushtetuese. Nga partitë opozitare, nga të trija parlamentare, kush ju duket më katër në fakt, po kush ju duket më aktive edhe me dëshirë për ta formuar qeverinë, se pam Haradinaj që ju tha që mori nismën për të shkuar në kushtetuese, nga ana tjetër nisma e Limajt që u vetë ofrua në një farë mënyrë për të qenë në koalicion, pra për pazar apo për ideale, kush ju duket më aktive, pavarësisht deklaratave të PDK-s dhe LDK-s? Asnjëra përveç interesimin që e ka Aleanca, por ajo fuqin nuk e ka, sepse ka numër të vogël, vetëm 5 deputet, një deputet tani të minoriteteve atje. 6 faktikisht me nisme nuk kanë kurfa raporte dhe i kanë prish raportet. Nisma nuk është më në koalicion me Aleancën, derisa LDK-ja nuk është e interesuar fare. LDK-ja edhe po t'ja japin udhëheqjen si kryeministër, nuk besoj që do t'jetë në gjendje ta marrë qeverisjen. PDK-ja mund ta marrë qeverisjen dhe është më interesuar, edhe pse sondazhet tregojnë se PDK-ja është në rritje, por sondazhet LDK-s tregojnë se është në rënje sipër, po ashtu një rënje të vogël e ka edhe vetëvendosja, dhe në këtë farë çorsokoku që jemi futur, unë mendoj që është e patjetërsueshme apo e patejkalueshme situata që duhet të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Edhe pse është shumë problematike se pa konstituim të kuvendit, i cili sigurisht duhet ta shpartalloj vetveten, nuk ka mundësi të shkohet në këtë situatë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por kjo do të ndodhë shumë shpejt, vetëm kërkohet apo të shkohet sa më afër zgjedhjeve lokale, dhe atëherë Albini do të krijojë situatën që të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, sepse do ta propozoj një kandidat që e pranojnë parti tjera, do ta formoj kuvendin dhe menjëherë pas formimit të kuvendit nuk do të jetë gjendje ta formoj qeverinë sepse nuk i ka numrat dhe kështu kuvendit do të detyrohet që të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ta prish, domethënë, nëse sformohet qeveria, kuvendi duhet të shkapërderdhet edhe kështu shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Por sot ketë mundësi. Edhe 1-2 muaj Albini do ta zhages, do të shkojnë në këtë formë me një propozim, edhe pse po ka paralajmërime. Po disa paralajmërime që sot do të ndrojnë kandidatin, por unë jam shumë skeptik që mund të bëhet kjo. Sepse këtu mund të jenë vetëm thashë thënë atë gazetarëve për ndryshe. Albini nuk do të ndryshoj Albolenën, vetëm ajo nëse vetë Albolena tërhiqet. Për ndryshe, nëse nuk tërhiqet Albolena, Albini nuk e ndryshon dhe do të shkoj me këtë formën e votimit mshef që edhe ajo është antikushtetuese, sepse nëse ka fillu kuvendit mbahet me votim të hapur, kjo seancë është një seancë, pa marrë parasysh që kanë kalu 18 seanca. Konsiderohet seanca e parë konstituive, edhe nuk mundesh të mëndru rendin në gjysmë, ose nuk pedima gjysma, se mund t'jene 36 seanca tjera, dhe tani na tentojmë të ndryshojmë formatin e votimeve, o do në zhvillim, apo do në me shku në votim të msheft,
me njëherë me aprovu kuvendi votimin e msheft edhe me shku prej fillimit, por jo me seancës në rrotë rendi ditës, askon nuk lejohet as me kushtetut, po askon në ku ka ligje pozitive, demokratike, janë të pamundura që rendet e ditës të ndrohen në mes, mund të shtohen rendet e ditës, por jo të ndryshohen. Ne gjatë bisedave të kaluara kemi prekur cekur dy çështje. Së pari ju keni thënë që pa dhënë dritje shile komandantët, vështirë që PDK-ja të veprojë në Prishtinë, pra nga Haga, dhe së dyti raporti për te politikës, pra familjar mes Avdiçikut dhe Osmanit. Kush nga këto të dy mundet që mund të jetë siguri fundit, që mund ta zhbllokojë situatën? Ndoshta Osmani për një mandat të dytë mund të kaloj mund të ketë një deputet që mund të votoj Kurtin? PDK-ja gjithsesi se jo. Nuk me Albulenën në asnjë mënyrë, por unë kam bindje të plot që PDK-ja nuk futet në, edhe pse njerëzit kanë thonë vazhdimisht se takimet e Memlit 2-3 herë janë taku me Albinin. Kur nuk do të mund të ndodhë bashkimi PDK-VV, sepse nuk lejohet, kam thonë edhe një herë nga Haga dhe përsëris për të sa të ndush herë që nuk mund të ndodhë ajo. Derisa LDK-ja sigurisht do të bën të koalicion, por nuk i ka të sigurta votat zonja Osmani. VV-ja ka gjysma e ma shumë, apo ma shumë se gjysma e deputetëve të VV-s nuk e votojnë. Nuk e votojnë edhe një 7 deputet të nismas, të listës Guxo. Parti kjo që s'ka ekzistu kur. Ka ekzistu Vjosa Osmani, e ka themelu atëherë kur është ndarë prej LDK-s, e ka formu një parti në qendër atje, por s'ka pas struktur Vjosa Osmani. Nuk ka pas asnjë struktur, dhe nga i konflikti, nga nervoza e LDK që është kriju mes LDK-s, brenda rrodhëve të saja, ka dalë lista Guxo. Lista Guxo ka arritur të grumbulloj disa njerëz të LDK-s, të cilët në atë kohë kanë pas një lloj autoriteti, dhe Vjosa ka arritur 100.000 vota t'ja marr LDK-s. Por sot Vjosa nuk i ka mu ato vota. Ato mund t'jenë një gjysma kanë shku në LDK. Gjysma mund t'jenë vota të heshtura. Një pjesë ka mbetë edhe në VV, por Pece atje, Donika Gërvalla, ata mund nuk flasin me Vjosa Osmanin të fare. Një 7 deputet të listës Guxo, që tash faktikisht ajo nuk ekziston në listë, po ata janë të kooptuar, janë të shkrirë brenda vetëvendosjes, nuk ka asnjë forcë që politike Vjosa Osmani të bëhet edhe njëherë presidente e vendit, sepse nuk nëse voton LDK-ja 20 vota. Hajde edhe 20 vota të VV-s. Nuk ka asnjë shans me kalu 61 voçin apo 80 deputet do të jenë prezent, 81 deputet do të jenë prezent kohën kur votohet presidentja, domethënë asnjë mundësi, asnjë shans. Vjosa Osmani nuk e ka në tarmen as me Lumirin, as pse i ka raportet e mira, familjare, u duket edhe atë hyrja kur u bëhe këtyre kryetarëve të opozitorëve, apo të partisë 2 të 3, 4 brenda presidentës, u po që mikpritja ishte më e mira ndaj Lumir Avdiçikut, sepse edhe kanë lidhje familjare, edhe lidhje në profesion, edhe në fakultet, por megjithatë edhe presidenti është në mandatin e parë për shkak të Lumir Avdiçikut, të lidhjes demokratike, por kjo nuk përsëritet më. Vjosa Osmani duhet ta kryej këtë mandat me nder, edhe kjo kohë që i ka mbet, për ndryshe asnjë shans nuk e ka që në mars të vitit 2026 të promovohet edhe një herë presidente e vendit. Pa marrë parasysh që s'po hyn ne meriton, sepse ka dobësi sot të duam, ka dobësi, por
Megjithatë, profesionalisht është ngritur, është intelektuale, por ka dobësi tjera plot të cilat vërtet ja kalojnë të mirave Vjosës. Edhe për ta mbyllur këtë çështje të qeverisë, ndalemi te faktori ndërkombëtar që sigurisht, sikur e kemi diskutuar edhe më parë, deri tani sërish po vazhdon të mungojë. Pra ndihet mungesa e një tutori për të rregulluar gjërat aty, për të tërhequr veshin. Po derisa Albini nuk është fare serioz me ndërkombëtarët, i neglizhon, i tradhton, nuk mban fjalën, edhe ata si duket tentuan me këto shtetet e kuintit, tentuan të takojnë, i takuan liderët politike, takuan edhe Albinin, por me gjas ata i kanë bërë vrejtje, edhe kanë kërkuar të formohet, por ndikime si duket nuk do të kenë. Për ndryshe, Amerika është ajo që do të duhej të reagonte në këtë rast, por edhe ata me gjas nuk e kanë ndërmend dhe do ta lënë në këtë formë. Nuk do të ndikojnë sepse e kanë pa që mrena aty kur janë takim Albini premton e jep premtime të kota, por kur të shkojnë në atje ku duhet të realizohen ato premtime, nuk i mban premtimet. Këto i kemi pa edhe me krejt këto marrëveshje që kanë ndodhur edhe Brukselin, edhe aneksin e Ohrit, të gjitha këto i ka premtu o lidh për një nënshkrim që fare nuk ka më rëndësi nënshkrimi që mund ju bëhet marrëveshje ndërkombëtare dhe nuk janë obligative, por tani atë që mund të themi situata edhe në Mitrovic që këta janë krenu vazhdimisht shumë e bresht, situata të jetë e nder dhe e paparashikuar, edhe pse po zbatohen atje shumë vendime të cilat të aneksit të Ohrit janë duke zbatu në heshtje në Mitrovic, ne themi krekosemi për sovranitetet ku ta dijon, përveç janë hap disa markete, janë hap në ndonjë barnatore aty këtu, ndonjë rrugë lokale ushtru në Mitrovic, asnjë zhvillim tjetër pozitiv në atë pjesë të regionit të Kosovës nuk ka. Por ja që populli pehan këtë që po e thot Albini, edhe sidomos diaspora e cila po na i përcakton fatet tona në Kosovë, që vërtet me një numër të madh votave e votojnë një qeveri inerte, një qeveri antidemokratike dhe një qeveri e cila na ka prish marrëdhëniet ndërkombëtare me të gjitha shtetet e posaçërisht me Amerikën, me të cilën asnjëherë ma keq Kosova nuk i ka pas punë. Për fat ende populli është pra Amerikës, për ndryshe qeveria në shkuarje, bile njeri prej deputetëve Dimal Basha thot që nuk janë fare më rëndësi marrëdhëniet me Amerikën, sepse ata nuk dohet na i ndreqin neve punë, apo na rregullojnë punët e mbrëmshme, ne i rregullojmë vetë. Por ne e dim që pa Amerikën as nuk do të kishte liri, as nuk do të kishte pavarësi, as nuk do të ketë ardhmëri Kosova, nëse Amerika vërtet tërheqet, apo nuk po them tërheqet, por rën kështu pasive, siç është duke drejt, ne do të vendimrojmë edhe nuk kem të ardhme në Kosovë. Zoti Vetkoceri, ju lutem jepni një koment për ta mbyllur përzgjedhjet në Shqipëri dhe fitoren e mandatit të 4 nga kryeministri Edi Rama. Një pjesë e analizëve në Kosovë mendojnë që me këtë zgjedhje, pra rizgjedhje të kryeministrit Rama, Kosova humbi një mburoj politike, ekonomike dhe ushtarake, pra ishte një vot, një shuplak për Kosovën kjo zgjedhje. Ju e ndani këtë mendim, pra cili është mendimi juaj më saktë? Absolut, nuk është kur të farë shuplake. Rizgjedhja derisa në Shqipëri nuk ka opozit, nuk ka pozë, nuk ka, derisa Shqipëria mendon nga njeri si doktorit të fitoj Edi Ramën, i cili në arenën ndërkombëtare e ka primatin jo vetëm Ballkanin perëndimor, por edhe major. Derisa Edi Rama
pret 47 shtete në formën më të mirë të Evropës edhe jo vetëm BE-s, derisa në nivel aq të lartë ka mundësi Shqipëria të organizoj një summit siç ishte ky i fundit, derisa Shqipëria zhvillohet kaq shpejt, derisa Shqipëria pret që deri në 2030 presim edhe ne të shkojë në Bashkimin Evropian. Unë jam i bindur që populli shqiptar nuk ka gabu fare. Ata në mes dy të qijave, nëse mund të themi, ka zgjedhur të keqen më të vogël. Sepse keqja shumë më e madhe do të ishte opozita e udhëhequr nga Salini, jo po them Partia Demokratike në asnjë mënyrë. Nuk po them, por një opozitë e udhëhequr nga një njeri i moshuar 80 sa vjeçar, i cili vërtet theme ka humbur të ruan dhe nuk është edhe shumë esull të udhëheq me shtetin. Mendoj që fitoria e Edi Ramës është e merituar edhe e mirë se ardhur për Kosovën. Nuk mbaj mend diçka të mirë as para luftës, as vitet e 90-ta, as në luftën e Serbisë me Bosnën, që diçka të mirë edhe në luftën e Kosovës kemi pas prej Sali Berishës. Sepse e di mirë thyrjen e embargos, i di mirë furnizimet ka kanë ardhur Serbisë me naftë kur ka qenë në izolim Serbia, kur ka bërë luftra. Ato janë krejt njohura, tani unë s'kam nevojë të përsëris, kështu që Edi Ramës i urojmë suksese. Nuk më vjen mirë që është mandati 4, se nuk kanë rregull në demokraci. Edhe Amerika t'i lejon 2 mandate, por derisa Shqipëria, derisa populli shqiptar nuk do ta ketë një opozitë të birëfillt, kështu do t'jetë. Megjithatë, raportet me Shtetet e Bashkuara, si Prishtina, si Tirana, nuk i kanë të mira. E ne akoma s'kemi marrë një urim për procesin zgjedhor dhe për fituesin. Unë besoj që raportet Edi Rama do t'i rregulloj. E ka fuqinë, e ka sensin, e ka talentin, e ka aftësinë që përkundër gabimeve historike që i ka bërë të kaluarën, Edi Rama është përmirësuar. Edhe unë jam i bindur që do të arrit përmirësoj raportet me Amerikën, derisa Albini nuk do t'i përmirësoj asnjëherë, sepse i ka të humbura totalisht, edhe të tjerët po, por Albini shansa s'ka. Zotëre Koceri, unë të falenderoj shumë për këtë panoramë të gjerë, të gjatë, edhe në brendësi të problemit, si në Prishtinë, por edhe në Tiranë. Jam shumë i njohës për analizën dhe për kohën. Faleminderit edhe për jush. Jemi në dispozicionin tuaj kur të dëshironi, jam i gatshëm. Faleminderit. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj një javë të mbarë. Shpresoj që deri në radhën tjetër qeveria dhe kuvendi të jenë konstituar. Të uroj më të mira. Jo, unë nuk besoj që do të jetë edhe për një kohë. Për te dëshirës edhe unë në gjykimin tuaj jam që më duket shumë e vështirë dhe në dritë në fund tunelit nuk ka, ndoshta do jetë ajo që ju thoni që në vjesht do duhet të flasim për 2 palëzjedhje. Ajo më e keqja e mundur është ajo, por ç'ti bëjmë kur kemi lider të tillë autoritar që dëshirojnë veten, dëshirojnë më të keqen e vendit, dhe ku jemi si vend. Karrika me çdo kusht i kushton vendit. Unë të uroj më të mirat. Faleminderit.